Mendoj se pjesa më e vështirë për të bërë një koncert të dimensioneve të mëdha është financimi. Në fakt kam disa projekte që i mendoj se do jenë duete. Gena, një emër që nuk ka nevojë edhe aq për prezantim, ai ka munguar ekranit me paraqitje publike, rikthime në shënojnë në Zoom me një intervistë të shpejt pak para performancës së tij. Energjia është ajo që na mban ne si artistëve, po më shumë janë duar trokitjet e publikut, ato që na frymëzojnë. E dim që atë menaxhon bashkëshortja, njëherë është mikesha ti më e ngushtë. Sa është sfiduese të punosh me personin e zemrës. Ka dhe të mirën dhe të keqen e vet. E mira është që përkujdeset shumë, dhe e keqja është që përkujdeset më shumë se ç'duhet. Dhe nga njerë bezdisem, po për hir të koncerteve të punës ose të aktiviteteve, detyrohem që ta dëgjoj atë. Këngëtari shqiptar është aktiv dhe në mbrëmje muzikore, por anash nuk lë as projekte të reja që i finalizon me videoklip. Ai thot se këto kohë po qëndron më gjatë në studio, nga se ka disa plane. Mendoj se unë jam nga ata artista që mundohem që t'jem me një tekst të bukur dhe melodi të bukur. Genën e pyetëm edhe në lidhje me koncerte. A ka menduar ai ndonjëherë që të vinë në qytetin e tij të lindjes me një organizim të tillë? E ka menduar shumë herë, po mendoj se mbase shumë shpejt do ta realizoj edhe unë këtë pjesë të karrierës time, sepse një koncert do jetë shumë i mirë, aq më shumë që do jetë i gjithi live. Për të bërë një koncert të dimensioneve të mëdha është financimi. Që të financohesh nga shteti ose nga sponsorat e ndryshëm është pak e vështirë. Megjithatë ka njerëz dashamirës që të ndihmojnë për ta realizuar një koncert, po pjesa më e madhe është që ti duhet të investosh vetë. Të ngucën pak edhe për muzikën komerciale. Çka mendon Gena për artistët që janë fokusuar për të sjellë këngë veç sezonale? Komerci është në modë sot, pavarësisht se është sezonal. Sezonal do thoja domethënë një muaj ose 2 muaj dhe pastaj zbehet. Unë mendoj të ruaj balancat. Të jem gjysmë komerc dhe kënga ime të dëgjohet për shumë vite më mbrapa. Për në Zoom Gena ka zbuluar që së shpejti po vjen me duete. Ai uron që dhe fansat e tij ta mirëpresin risinë e tij.